Përshëndetje për gjithë ju ku të qeni në këto momente dhe keni zgjedhur frekuencat e RTK Radios programit të dytë. Sikurse çdo ditë dhe sot, pikërisht nga e hëna, kemi filluar këtë maraton 3 javore, natyrisht për të qenë më afër edicionit të tretë festivalit jo vetëm kulturor, por dhe historik në vendin tonë, e që është festivali i këngës Radio Televizionit të Kosovës. Tashmë është edicioni i tretë, unë Laura Kryeziu dhe Haki Kika kolegu, do të jemi bashkë dhe në 12. Kika, përshëndetje edhe ty. Përshëndetje Laura, qyshje, e disponume. Bukur shumë. So mirë po dokësh. Me dëgjues tanë. Se skemi kamera këtu për të pa. E sot jam pak më me emocione, sepse kemi një të ftuar shumë të veçantë për 3 arsye. Emocion, fillimisht për mbiemrin që ka, e dyta drejtori i televizionit dhe e treta drejtor i këtij festivali historik. Rilin Kërvalla, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta Laur, mirë se gjeta Haki. Si je? Faleminderit për ftesën, mirë me këto angazhimet e fundit, është diçka e re për mua, nuk kam qenë ndonjëherë kështu në udhëheqje të festivaleve të përmasa të tilla. Jam mësu ma shumë me skenën se sa me organizimin, kështu që kjo herë e sfidova vetën edhe ishte një vendimi kështu unanim edhe i menaxhmentit që ta drejtoj këtë herë festivalin e tretë të këngës. Që kjo është ajo e bukur sepse ne zakonisht jemi mësuar që dikush drejtori i festivalit, po kur e keni background që e ti, për shembull, besoj që kemi pas shumë akollaj. Ka qenë skena ajo që Rilindi është rritë edhe është mësuar me skenën, kështu që tash kemi të bëjmë me skenën. E kemi edhe koleg, tashmë e 20 e sa vite, kemi studiuar edhe bashkë dhe njohim gjithë që Rilindi është këtu të themi mjaft ulëmtues, mjaft kurreshtar, lexon shumë, din shumë, edhe na ndihmon pse jo, edhe para festivalit se çfarë ka ndodhur, siç janë edhe akordet, e ku nëse e shoqërojmë historikisht, Eurovisioni kishte filluar në 56-ën përderisa akordet filluan në 63-ën, jo një diferencë shumë e madhe, kështu që besoj shumë afër ka qenë, po ne jemi rrit në akordit e Rilind, çu ka qenë për ty atëherë? Absolutisht, unë kam pas edhe fatin ta kem babën të mësuar këtu në televizionin e Prishtinës dikur. Ai ka punuar në një profil tjetër, në profilin ekonomik, kështu financiar, por më ka rënë që ti shoh, më ka rënë që ti shoh edhe nga afër edhe akordet, po edhe atë festivalin që ka qenë se ish Jugoslavia e ka pas edhe Jugovizionin. E në kuadër të Jugosvizionit ka pas organizime edhe në Prishtinë. Dhe e mbajme shumë mirë të zam kolegen tonë të ndjerë Violet Recipakicin, e majmen Armendin, e majmen Gilin, e majmen Sabri Feyzullah, e majmen Sevim Baki për shembull që ka qenë për këngëtarë shumë të mira, edhe e di që është aktive dhe sot, edhe fituese shumë çmimeve të Okarinës së Artë në akordet e Kosovës. Vitin e kaluar, Rilindi kemi pas edhe Sevim Bakin kuadrit dokumentare që kemi realizuar për akordet, edhe vërtetisht ashtu kështu çush po thu ti, domethënë ne kur dilë Sevim Baki këtë kemi qyrë se e para ka qenë një femër shumë e bukur në atë kohë dhe këngëtare shumë e mirë, po ashtu që e vërtet. Edhe të tjera si Liliana Jon për shembull e ndjera që kemi kolega Jon e ndjer ka qenë me këngë shumë të bukura të asaj kohe. Edhe kjo, si me thënë, është një farë lehtësimi që ma ka dhënë kjo mundësi, si fëmijë, t'i shoh nga afër, skenat e mëdha, por edhe vitet e 90-ta, atëherë kur ne tashma na mbyllën të gjitha dritaret mediatike, nuk kishim radio, nuk kishim televizion, regjimi Miloševićit ishte shumë i egër, dhe përpiqeshim që nëpërmes disa organizimeve ma shumë vullnetare të mblidheshim në atë që për mua ka qenë qendër e rezistencës kulturore e që është quajtur Kurrizi i famshëm u kthim në një kohë kur kafteritë e vogla të cilat I kam shpjeguar edhe në për disa emisione tjera këtu në radio, ku kafteritë e vogla, po sa kjo sallë ku jemi këtu,
kanë mbledhur qindra njerëz, domethënë një pas një si në kuptimin simbolik kështu si sardinat kanë dëgju këngë prej Adonisi Boj kur kanë gjëra të vëndet. Kanë dëgju këngë prej Bibi Poçit ose prej Gezës ose prej Eddie Kingut ndjerë etj. E shes sa herë thash të ndjerë, thash disa herë, domethënë ne nuk i kemi këta njerëz gjallë sot, të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm në kulturën e muzikore të Kosovës. Por ndryshe Rilin nuk duhemi me harru që nga akordet kanë dalë shumë emra dhe kanë qenë pikërisht akordet ato të cilat edhe i kanë popularizuar dhe i kanë bërë më të afërt të publikun. Mendon që edhe festivali i këngës Radio Televizion Kosovës do t'i ndihmojë të rinj që ndoshta nuk janë dëgjuan për herë të parë? Shumë pyetje e qëllume edhe e ka tezën kryesore të cilën e ka për qëllim ky festival. Festivali i këngës duhet të jetë urdhëlidhëse, duhet t'i bashkojë të gjithë brezat e dikurshëm që kanë dhënë kontribut në Kosovë me brezat e rinj të cilët sot përpiqen, domethënë në kushte shumë të mira, mos harroni, në kushte shumë të mira, sepse ata muzikantë që e kanë bajë gjallë frymën kulturore, muzikore në Kosovë kanë pas kushte shumë të rënda si për ushtrime, si për të ekzekutuar, si për të komponuar, si për lirinë e shprehjes e vepruarit, si për të shkruar tekst etj. Sot të gjithë janë të lirë të performojnë, instrumente muzikore ka me mira në Kosovë që mund t'i blesh ti hoazosh, ndërsa në atë kohë ka qenë vetëm një shitore e muzikës këtu në Prishtinë. Imagjinoni krejt Kosova e ka pas një ose dy në gjuhën kroate, sepse ka qenë e Kroacisë, në gjuhën kroate ka qenë Muzička naklada. Në atë kohë, në përkthim nuk e di sakt si bie, po si me thonë furnizime muzikore, diçka të tillë. Kjo mund të gaboj, po kjo ka qenë përparësia, si them, e kësaj gjenerate, dhe ky festival e synon këta. Të sjell këngë të cilat dikur janë performu, të kthehemi pak në kohë, të vazhdojmë me terren, me konkurrentët, me 20 konkurrentët që janë për zgjedhur tani. Shumë nga ta janë talente të cilët nuk kanë performuar asnjëherë në skena të mëdha. Imagjinojnë gjithë ta muzikantë, orkestrues, pjesë të orkestrës që janë studentë akademisë së artë, për shembull disa i kemi tash, të cilët do të performojnë në një skenë të mëdha. Imagjinoj çfarë shtyse është. Unë po du me e tregu edhe një tregim kështu personal, ku në një kohë kur jemi përgadit të organizojmë protestën në 1 tetorit, në para se të ndodhte ajo, së bashku me Driton Lajqin, me Dugollin, me të tjerë, kemi bërë përpjekje që nëpërmes një festivali të inskenuar në Tetov, të mbajmë takime direkte me organizatorët, po edhe me ndihmuesit e Universitetit të Tetovës, për shembull natë. Kjo është një rrëfim personal, po që dua ta shfaq këtu që ju ta kuptoni rëndësinë e atyre kontributdhënësve në rrafshin e kulturës. Edhe çka ndodh, më thon shumica prej nesh ose i kemi pas të ndaluar, për shembull familja ime ka pas të ndaluar me pas pasaport. Edhe ne nuk kemi pas shans të dalim jashtë, përpos në i pasaporte kështu që mund të bëj falco, po ne nuk jemi përpjekas të mendojmë këtë gjë. Por, kemi ecë malit. Edhe malev të Sharrit edhe kemi kalu 3 herë. 2 herë kemi kalu me Driton Lajqin, e famshëm të Unionit Studentëve, edhe një herë tjetër kemi kalu me një Ekremin, Gjekin që punon në Ministri të Kulturës, edhe me të tjerë që jemi përpjek me shku atje dhe me vu kontaktet e para. Edhe kontaktet e para ka qenë me muzikore, kanë qenë me grupin Elita 5, me grupin Syndrom, me një grup tjetër që ka qenë hard rock shumë i rëndë, po kanë qenë të Strugës, më vjen keq që nuk po më kujtohet sakt emri tani, por këto 3 grupe na kanë ftu që t'jemi pjesë e skenës së madhe. Edhe unë
e di se çka është me hyp në një skenë të madhe, edhe me të dhënë rasti me performu me muzikantët më të mirë që i ka pas ajo kohë, për shembull, kjo plejada e muzikantëve të Kosovës edhe të Maqedonisë, edhe kjo është një mundësi shumë e mirë, fakt. Të performosh edhe të dëgjohesh në radio, sepse në Maqedoninë e Veriut të sotme ka pas radio atje në gjuhën shqipe, në vitet e 90-ta. Ne s'kemi pas asnjë radio. Kemi qenë të jetër për me ndëgju që për ndryshe ke qenë edhe vetë je marrë me muzikë, dhe ke pas grupin. Grupi kam kalu në për disa grupe, po grupi që kam performu edhe kam regjistru album të Gjevdet Gashi, kolegu jon këtu, ka qenë grupi Amanita, të cilin e kemi ju kujtohet edhe kemi performu në vitet e 90-ta deri në vitin 98. Të veç me tregu që edhe pse është drejtuesi i festivalit, ka shije edhe ka njohuri për muzikën. Laura, po, jo rastësisht është aty, sepse e di rrugtimin e curinë e tij edhe këtë gjë, dhe jo rastësisht është edhe shumë bukur, sepse nuk kemi të bëjmë thjesht, është përgjegjësi e madhe. Ja, zakonisht e madhe, vërtet është. Rilin, sa kohë duhet për mu përgatit një festival i tillë? Në fakt, nëse duam të bëjmë një festival kështu që duhet të ketë rregull e disiplinë, ne duhet qysh në janar të fillojmë punën për festivalin që mbahet zakonisht në fund të tetorit. Këtë herë ndruan datat. 2 vitet e kaluara i kemi bërë në fund të tetorit, në javën e fundit, në javën e vikendit, domethënë ajte premte shtune dhe të dielën, por këtë herë i kemi ndru për shkak se na ndodhi e papritura e ato ishin zgjedhjet. Ku për çuditje dhe balotazhi do të vazhdojmë më njëherë pas përfundimit. Edhe balotazhi, kështu që pak a shumë e planifikuam që mund të ketë edhe balotazh në disa prej komunave, edhe kjo na detyroi që të futemi në javën e parë të nëntorit. Edhe kjo është, do të thonë kemi. E kam edhe nga regjia që ma bëj me dije, mos harrojmë të përshëndetim kolegët tanë në Zvicër, jemi duke shku drejt për drejt edhe në Alb Radio në Zvicër, kemi përshëndetje edhe nga kolegët tanë, kështu që Rilin të përshëndesim edhe ty, edhe ne i përshëndesim nga studio, për ndryshe në faqen tonë zyrtare në Facebook Radio Kosova, aty do ta keni pastaj të publikuar edhe videon, ju që jeni duke udhëtuar dhe nuk mundeni me ndëgju intervistën të plotë, doni me ditë pak më tepër për festivalin. Ku jemi sot, jemi si kanë bërë, nëse nuk ka bërë edhe një 18 ditë. Jemi gati 3 javë, mbi 3 javë, po janë ditët e fundit për ne, për shkakun se do të fillojnë provat një javë para. Këtë herë kemi gjetë mundësit që disa prej hapësirave të RTK-s të shfrytëzohen edhe për ushtrimet e orkestrës dhe bendit. Ato tashmë janë duke ndodhur, po. Janë duke u zhvilluar ushtrimet dhe 20 këngë shumë të mira. Të gjitha janë të zhanreve pop, rock, balad, edhe të cilat mendoj që këtë herë kanë pasuruar shumë festivalin. Mos të harrojmë, 2 vitet e para kanë qenë një farforme edhe nismë e këtij festivalit. Festivali i tretë është ngrit edhe cilësisht, por edhe në numrin e aplikuesve. Do të thotë, ne këtë herë kemi pas mbi 40 aplikues me këngë të regjistruara në studio, të cilat sipas standardeve që i kemi vënë në fillim, edhe të gjitha këto këngë janë dëgjuar një nga të gjithë anëtarët e jurisë. Nga ky komision ose anëtarët e jurisë të përzgjedhjes që janë të brendshëm, ata që janë profesionistë të fushës së muzikës, këto 20 këngë janë, si më thon, përzgjedhje mbi vlerat që ne i synojmë si festival. Edhe këto janë, pra, linja e muzikës, melodia, teksti, edhe do të përpiqemi si gradualisht ne të shkojmë rrugës ose shkollës së akordeve. Për ne kjo është piknisje. Ne nuk kemi nis festival nga fillimi. Unë jam kundër që ta quajmë akordet ose festivalet e mëparshme që kanë qenë në regjimin jugosllav, ti quaj si produkte të një si më thon mentaliteti politik jugoslav. Jo, ata regjisor, ata dirigent, ata muzikant,
ata performues janë të këtij populli, janë të këtij vendi edhe janë më të mirët që kemi. Në 72-ën, në akordet e Kosovës, kishte marrë pjesë edhe nana ime, në ato u xhironin pastaj edhe në Beograd, sepse nuk kishte televizion, kishte marrë vend në dy, kështu që është emocion shumë i madh dhe e shoh se sa me madh dhe me nostalgji dhe me xhelozi e ndjek festivalin dhe pëlqen. E përmendë komisionin. Prej sa antarëve përbëhet komisioni? Komisioni ka qenë i përbërë prej 6 antarëve, të gjithë të fushës e muzikës dhe të artit. Por tash jemi në fazën tjetër, kanë mbaru ato fazat e përzgjedhjes, tash jemi në fazën përfundimtare. Do t'jem po të njëjtit edhe gjatë trinetëve, do t'jetë ajo ka lidhje vetëm me aplikimin, ndërsa tani jemi në fazën e juris, e cila do të mirret me performancat direkte kur jemi në festival. Deri në ditën e fundit kur fillon festivali, deri në ditën e fundit. Në ditën kur fillon festivali, atë ditë do ta shpalosim edhe jurin profesionale e cila do të ketë do të përzgjedh këngët më të mira, 10 këngët më të mira, të cilat do të konkurrojnë në finalen e madhe që është në natën e 3 të festivalit. Nuk e di, Fatimja do të më ndihmoj tash që të marrim një prej artisteve tek të radio aty, do të thonë në datën nuk e di të oneri, do të thonë të data sotme, do të ndihmoj Fatimja që ta marrim një prej kompozitorëve që ndoshta më shumë të ka fituar në edicionet e kaluara çmimesh, fjala për Pranvera Badivukun. Ajo me shumë dashni na ka fol për këtë pjesë, për pjesëmarrjen e saj që ka qenë në atë kohë në akorde, e dëgjojmë. Pranvera ka qenë mësuesja jam e parë kur pata dash me fillu shkollën e muzikës. Edhe është interesant që unë shpejt për shkakun se ndryshon rrethanat e asaj kohe, edhe më ngelet kështu në mendje, domethënë një fytyrë shumë e ëmbël që ju ka dhënë shkëlqim plot muzikantëve edhe plot nuk e kanë thënë kot kush këndon keq nuk mendon. Kudo që është. Unë vitin e kaluar kur kom punu dhe bashkë kemi biseduar me Laura dhe me të tjerë të në radio ka qenë një do të thonë pas emocion ka qenë edhe përvojë, do të thonë thjesht e kupton që ka dalë atë që përmendet ti më përpara. Historia jonë është muzikore, është me dekadat tona. Edhe si e tillë, do të thonë viti 1963 është shumë e rëndësishme. Nuk erdhëm ne dhe u asollën, do të thonë, po kanë qenë disa para nesh, cilët kanë ndoshta në rrethana hala më të vështira kanë kontribuar dhe kanë bë mrekullina siç kanë qenë akord. Te rrethanat e vështira po futem edhe një herë. Imagjinojeni në një situatë kur ti je vetëm një krahin e lanun anash si qytetar të dorës së tretë të katërt. Edhe ti prodhon këngëtar e muzikant me stil si Violeta Regjibakić. Dhe, a i din tregimet e Violetës? Të tregojnë një diçka. Do të thonë, unë nisa në mes tjerash me punu një material për Violeta Regjibakić. Në mes të tjerash, duke hulumtu. Unë kam pas shoqe shumë mirë dhe kam nejt shumë gjatë me ta pauzave dhe më ka interesu shumë se unë jam ka një interesum shumë me bëha dokumentar për historinë e muzikës në Kosovë dhe këto e kam pas ëndër, do të thonë, e kam pas ëndër kështu jetësore, edhe kam ende ëndër jetësore. Por na iku Violeta. Këtu është hapi. Çfarë thoshte Violeta pasi që ke ndajt shumë? Violeta thoshte kështu. Unë i kam taku në skenë, thoshte Bjelodugmen. Edhe muzikant me shumë famë të Jugosllavisë. Edhe krejt imagjino ti po i thu unë jam Violeta. Edhe ata po të përgjigjen, për i cilit qytet je? Edhe kjo i thot për Prishtinës. Thot, çfarë hajgari e mirë. Parlamentari. Wow. Çfarë hajgari e mirë. Ti e Prishtinës. Thot, unë jam shqiptare. Ti paske humor shumë
fatkeqësisht na kanë njohur. Kështu është, imagjinoj edhe të thonë. Dhe këtë që po tregon tash ti Rilindi, domethënë këtë kjo në fakt ju ka ndodhur dhe shumë artistëve tjerë. Shumë artistëve, po e veçanta Violetës u kanë jo vetëm në Jugosllavi, po në tërë Evropën, trendin që e kanë rujt. E vërtet, bandet rock të asaj kohe kanë qenë të zonë, shifete për shembull grupin Mak të ndjerit Hakimisini. Ose të ndjerit Tupella. Ata janë kanë muzikantë jashtëzakonshëm, Gjevdet Gashin e kemi sot gjallë, për shembull, që të flas për atë kohë. Ti e ke një lëvizje që muzikore që ka ndodhur në atë kohë që ka pas rrjedhë. Dhe rrjedha ka ardhur prej Evropës, prej perëndimit. Do të thonë, ai revolucioni muzikor është shprehë edhe këtu si revolt ndaj atyre që na kanë konsideruar se ju jeni, ç'më thënë, të prapë. Kur sa të përmend për Violetën, dhe mes të tjerash, falë Ula, mes të tjerash derisa e pash një për performancave të saj në atë që është quajtur gara për Jugovision në atë kohë. Unë kam qenë aty. Kur e kom pa atë video dhe e prezanton ajo prezantuesja, vjen Violeta Rexhepagić me grupin, nuk kuptohet tash në Vivienin. Domethënë, edhe kur ka dhënë performu Violeta, për mua aty ka qenë, domethënë, ne sot muj me idealizu një artist ditëve të sot me se si performon, si këndon, si interpreton. Mirë po ajo ka qenë edhe në atë periudhë, kur kom pa Violetën jam fascinuar. Derisa Rilindi po fliste, më erdha ajo shprehja mburem që jam shqiptar sepse është në gjaku, në gjenet tona, sa do të uzurpuar. Na e kemi obligim që gjithë këto, domethënë ajka të muzikës që kemi pas, me e bë brumin me to në festivalin e këngës. Sa unë e di që tashti pikërisht në edicionin e tretë ku ju jeni udhëheqësit e besoj që edhe dëgjuesit tanë dhe këtë ata që po e dëgjojnë po kuptojnë se pak a shumë mes rreshtave ka është orientimi i edicionit tretë të festivalit. Ne nuk mund të me harru patjetër atë pjesën që e përmendëm, pjesën historike të festivalit. Kështu që në mos gaboj Rilind kemi të bëjmë me edicionin e tretë ku pikërisht do t'i kushtohet, do t'kite edhe çmime si që në Okarina apo? Po, ne do të përpiqemi t'i kthejmë çmimet e akordeve të Kosovës që ka qenë Okarina e Art dhe Pena e Art. Edhe çmimin e karrierës gjithashtu. Këto janë shumë të rëndësishme për të lanë gjurmë SIRTK. Tek muzikantët edhe tek kjo pjesë e shoqërisë që i ka dhënë kombit shumë. Në një situatë tjetër do të bënim, me thënë, dam, sepse harresa nuk i ndihmon edhe e reja si po konsiderohet duke shemë të vjetërën, unë nuk mendoj që sot në këtë kohë do të përdoret si premis edhe për kulturën. Prandaj, të pjesa e kulturës, ne do të kemi shumë kujdes që të marrim më të mirën edhe t'ja plasojmë këtij publiku që ka vesh të hollë. Shqiptarët, gjatë historisë që nga eposi e tutje, kanë tregu edhe sot në të tashmen, do më thonë me gjithë këta muzicienë që i kemi të samë në skenat botërore të filharmonive, të më të njohura që ka Evropa e bota, sot ne këtë linjë do të mbajmë të fort. Edhe festivali ta jep mesazhin e vet. Patjetër. Arktim, po se po, pozitivitet, po se po, por edhe vlerësim mbi të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për kulturën muzikore. Dhe do të jetë një inspirim, motivim edhe për këngëtarët e ri, edhe për edicionet e ardhshme, të motivoj sepse edhe çmimi nuk është vetëm thjesht çmim, është një motivim, është një lëvdat, kështu që shumë e mirë. Po flasim çdo herë për ato se çfarë do të ketë, ky do të jetë edhe ndryshimi i edicionit të tretë krahasuar me dy edicionet e kaluara. Por e dim që nuk është çdo gjë e lehtë. Cilat janë ato vështirësi që ndoshta kishe me një ndo, pasi që po flasim për trapaskenë dhe çdo gjë që ndodh edhe me organizimin që nuk është edhe aq e lehtë, diçka që ndoshta ju mungon. Po, patjetër, vështirësitë e para janë këto teknologjike, të cilat në fatkeqësisht në Kosovë nuk i kemi ngrit në cilësinë që i duhet në festivalit që synon Eurosongun. Edhe për gjitha këto ne duhet
të bëjmë konkurse të ndryshme edhe thirrje të ndryshme për pajisje teknologjike, të cilat mund t'i gjejmë vetëm jashtë Kosovës. Po dëgjuam edhe në Zvicër, kështu që ka shumë shqiptarë që dëshirojnë me ndihmu edhe në këtë aspekt. Për festivalin e tretë e kemi bërë një zgjidhje, po për festivalet e tjera mendoj që edhe Mërgata, po edhe të tjerë bizneset e ndryshme do ta ndihmojnë festivalin, sepse festivali nuk është vetëm një koncert si mund të konsiderohet nga dikush, por është diplomaci kulturore. Ne në para 2 javësh patëm takim së bashku me ushtruesin e detyrës së drejtorit gjeneral Sen Hondozi në Bruksel me të gjithë liderët mediumeve publike të IBU-s, me të cilën e diskutuam edhe çështjen e Eurosongut, po edhe festivalin e tretë përgatitje që jemi duke i bërë. Shumë nga ta u mahnitën me punën që kemi bërë dikur, edhe këtë rast më duhet të mos e harroj nismetarin e gjithë kësaj, i cili ka qenë Adi Krasta, i cili në farforme na ka dhënë atë mësimin e parë se si duhet të bëhet një festival kaq i madh me të gjitha me gjithë përmbajtjen që ka aty, qysh nga nisma, mesazhi e deri te ekipet. Edhe kjo ka qenë një mësim shumë i madh dhe ne nuk do të harrojmë kur. Përkundër që ai ka zgjedhur tash rrugë tjetër, por ndihmja e tij për gjatë këtyre 2 viteve ka qenë tejet e madhe edhe të gjitha ekipet e RTK-s kanë mësuar shumë nga ai. Patjetër. Pra do të shpresësh ajo teknologjia që më shumë ti edhe ju ka teknologjia edhe një gjatë tjetër të cilën kemi menduar që më lehtë do ta zgjidhim, ajo ka qenë pak pengesat për shkak të disa datave që janë ndër lidh me Filharmoninë e Kosovës, me të cilët ne kemi bashkëpunim që fatkeqësisht disa nga pjesëtarët e orkestrës janë detyruar që ta lëshojnë orkestrën e RTK-s për shkak të disa data të koncerteve aty, të angazhime të tjera. Urojmë që kjo të mos na ndodhë edhe me muzikantët, me instrumentistët që kemi marrë nga Akademia e Arteve, nga Dega e Muzikës, sepse kjo do ta zbehte pak cilësinë kvalitative të festivalit. Nështë të duhet me përmend. Do të thonë ne kemi festivalet që është thjesht një vazhdimsi e atyre që është bë. Po akordet për shembull në Rilin kanë pas ka qenë festival brenda festivalit. Po, akordet kanë qenë ombrell. Ombrell e 3 festivaleve. Më fal, edhe shumica e njerëzve që i ka marrë e përmendin që ato ditë sa ka qenë festivali, duke nisë që prej provave, që prej pranisë njerëzve të ndryshëm, artistëve që kanë marrë pjesë, që kompozitorë, që kështu, thonë që Prishtina ka qenë fest. Shumë e vërtet. Edhe ajo është synimi kryesor edhe i RTK-s. Këtë herë, po edhe që nga fillimi, në fakt. Edhe që nga fillimi, po ombrella e quajtur Akordet e Kosovës ka pas 3 festivale. Këto 3 festivale kanë pas, i kanë qenë edhe të ndërlidhura, por kanë pas edhe publikun e vet. Njëna ka qenë trashëgimia kulturore muzikore që kanë dashur me erujt populloren, me pas si festival të këngës popullore. Tjetra ka qenë festivali i muzikës zbavitse. Festivali i muzikës zbavitse ka përzgjedh personin i cili mund të shkojë në Jugovizion, që të shkojë tutje në Eurovizion. Më thënë, kjo ka qenë synimi, ndërsa festivali tjetër që po ashtu edhe IBU-ja e ka brenda Eurosongit është festivali i fëmijëve. Sepse njëjtë sikurse e kemi Eurosongin, e kemi edhe festivalin e fëmijëve në Eurosong. Janë 2 ombrell në ombrellën e Eurosongut. Pritet që edicionet, kërkojnë ndjes edicionet e ardhshme, pritet ndoshta që festivali i këngës radio televizion Kosovës ta ketë edhe festivalin për fëmijë? Që Laur, është pak e ndërlikuar situata e Kosovës dhe tiu në rrafshin politik. Edhe të gjitha këto instrumente të cilat organizojnë
festivalet e tilla sikur është Eurosongu kanë komitete, kanë tip parlamentesh, kanë do të thotë që ku duhet të votohet. Në institucionet Po, saj. në institucionet tyre. Po, e rëndësishmja është që Kosova politikisht e jetë para, që nëse ne pranohemi në Komisionin Evropian edhe në Kombet e Bashkuara, automatikisht ne jemi pjesë e EBU-s. Kjo është një prej që me thënë qëllimeve që duhet t'i bëjmë gjithë së bashku. Prandaj festivali i këngës është shumë i rëndësishëm që të mblidhen të gjithë të kontribuojnë edhe në bazë ambase vullnetare, që kjo ne të jemi gati në momentin kur ecën tutje Kosova diplomatikisht, edhe festivali automatikisht produkti është i gatshëm. Përndryshe, ata e kanë pa edhe cilësia është po e njëjtë edhe ngjashme me Eurovisionit, skenat edhe të gjitha të tjerat janë shme thënë, donacionet e EBU-s dhe ato janë produkti tyre final, por televizionet publike ndihmojnë shumë në rast se ti afrohesh brenda Eurosongit. Imagjinoni se çka do të ndodh në një të ardhme shumë të afërt, që unë e besoj shumë, kur do t'i shohim këngëtarët tanë në skenën e Eurovisionit, e imagjinoni po të fitojmë. Do të bëhej Eurosongi në Prishtinë. Paramendoj një sfarë të ishte bjen fjala. Çka flasin politika e politikanët, me një këngë ne mund ta çojmë. Dhe këtu ta çojmë përpara Kosovës. Do ndalesha këtu edhe gjë potencuar dhe do ta potencoj çdo ditë në emisionin The Road to the Festival, Rruga drejt festivalit, që jemi që mos të politizohet asnjëherë. Fatkeqësisht në për vite ndër vite e dim se çfarë kemi kalu Radiotelevizioni i Kosovës shumë herë është politizuar. Radiotelevizioni i Kosovës është apartjak, i takon publikut, është i popullit, është i Kosovës, është i shoqërisë tonë. Dhe festivali është i tillë. Kështu që duhemi me ndihmu shumë. Edhe me i dhënë një hong këtij festivali, jo me shiqu vetëm si një pjesë. Laura e përmendi diçka që është shumë rëndësishme dhe që po, festivali po bëhet. Radiotelevizioni i Kosovës është pjesë e Kosovës. Është mediumi kryesor i një vendi. Dhe si tillë, ne gjithë kemi obligim, qoftë moral, qoftë profesional, qoftë obligim financiar që ta ndihmojmë dhe ta çojmë përpara një ngjarje e cila i nxjerr atë që është ajka në vendit që është kultura, në këtë rast muzika. Prandaj festivali është festivali aty, po pra. Kjo është shumë është një matematikë shumë e thjeshtë. Domethënë për me organizu, sepse ne themi për shembull sa bukur duk kjo skenë, gjitha këto, por për me ardhur deri te çaj organizim ka shumë punë. Rilindjen njohim edhe si perfeksionist, nga jashtë e shoh që ka shumë dëshirë me qenë gjithçka në rregull, gjithçka gati dhe me sjell gjëra të reja. A ka diçka që të ka mbetë që nuk e mbri me fut do ta kishe fut apo e mban edhe si ide që mos me marr të tjerët viteve tashme. Ne jemi përpjekët me e rikthy një pjesë të historisë muzikore edhe performancave që është kurrizi. Natyrisht që këtu për ta rikthy këta në skenë do të një ndihmë shumë e madhe gjitha institucioneve. E kemi pas të vështirë dhe thotë të gjirojmë me dron në hapësirën e kurrizit. Ende jemi në disa situata kështu të çuditshme në Kosovë që ti dush për një dron të ngritur nga një televizion publik të marrësh leje prej aviacionit e KFOR-it e derit e policia që janë domethënë që është një far kërkesë e çuditshme dhe në fund të vije domethënë përgjigja negative. Ka pasur edhe kështu negative. Po, tash situata do t'i kuptojmë si të qena dhe nuk mund bëjmë gjëra jashtë ligjit. Por kjo më ka ngel në mendje sepse dëshiroja që publiku t'ia japim pasqyrën se si ka qenë kurrizi. Me forma grafike e tjerë, përkundër që sot nëse ti shkon edhe futesh aty korridorit kështu të ngushtë, nuk është as pak. Nuk ka asnjë element ndonjë kafeterie që ka qëndruar aty. Për shembull. Po, ka ndruar lokacion.
Po, ose papiloni e tjerë, këta kanë ndru lokacion, por aty krejt që ka she janë ato rrafët, të cilat ta kujtojnë ta kujtojnë rinin ose bisedat rreth ati rrethi që mund quhet një farë trueze kështu. Do thonë, si pjesë të festivalit, edhe pse keni është mendu, nuk mund të realizohet një diçka tjetër. Ajo më ka ngel kështu si tank, nuk mund ta realizojmë atë pjesë të regjistrohet gjithçka, por nuk do të thotë që në festivalet tjera do t'ja kushtojmë një nga ditët asaj pjese, sepse është pjesë shumë rëndësishme. Këto bende që sot i shihni Tazam, Minatori, bendi i Poçit, Troja, e tjerë, të gjithë këta muzikantë që edhe sot vazhdojnë të performojnë, kanë qëndru aty me gitara shumë të lira, me pajisje shumë të dobta, edhe kanë ndryshe Rilindi bie shumë bukur gitarës. Kështu që nuk e di pse se morëm sot në studio, edhe me i dham pak frym edhe festivalit. Një tjetër, po mas festivalit e bëjmë festë. Si që thamë, gjithçka është duke shkuar drejt finalizimit të edizionit të tretë të festivalit, e kemi edhe drejtorin e festivalit Rilind Gavalla. Njëkohësisht edhe drejtori i televizionit. Edhe drejtori i televizionit, i përshëndesim të gjithë ata që janë duke na dëgjuar tani, në veçanti nga Alb Radio në Zvicër, që po na dëgjojnë, pas harrojmë laur këtë, edhe ju bëjmë ftesë edhe atyre dëgjuesve tanë, sepse kur je jashtë vendit, dëshira për me marrë pjesë, vish me shku deri në Kosovë, shumë e madhe, ashtë për me marrë pjesë e festivalit, qoftë edhe si shikues. Absolutisht, po. Kështu që biletat po ashtu është një pjesë shumë e rëndësishme, apo shumë vërtet. Radio Televizioni i Kosovës edhe në bazë të ligjit e ka obligim që të jetë afër merkatës, po. Edhe në anën tjetër për pjesën e këtyre thirrjeve që i kemi bërë vazhdimisht, ne do ta përsërisim njoftimin që biletat apo ftesat do të mund të rezervohen nëpërmes faqes rtklive.com, ku të gjithë ata adhurues të muzikës zbavice mund të afrohen edhe të jenë pjesë e festivalit duke rezervuar ulset nëpërmes aplikacionet që do të postohet apo lidhjes. Do të them nuk është postu, por pritet që ka më postu. Ende se këto ditë mbaron gjithçka, jemi në programin me sipër. Sa mos harroni me ndjek faqen, do thotë në internet. Neve na ka ndihmuar shumë një kompani e cila është Rave, e cila ka marrë përsipër ti publikoj këto ftesa dhe bileta falas, si vullnetar që janë, edhe kemi bërë një tip bashkëpunimi kështu marrëveshje me ta, edhe stafi i Rave do të jetë pjesë e pritjes mysafirëve aty. Festivali do ta ketë një hyrje impozante, nuk do ta harrojmë ikonën apo fytyrën e festivalit të parë të këngës, të cilën e pat dizajnu Shqipe Kamberi. Ajo do të jetë në hyrje të Tepihut Kuq. Kjo është një shpalosje e këtij sekretit që e kemi mbajtur deri tash, edhe pata qef ta tregojmë në emisionin tuaj. Edhe pjesë tjera do të jenë të rënditëra sipas skenografisë që kemi përgatitur, skenografinë edhe gjithçka që shihni në festivalin të këngës e kanë përgatitur punëtorët e RTK-s. Kur themi punëtorët e RTK-s, bëhet fjalë për televizion dhe Kosovën, televizionin dhe mediat online. Domethënë të gjithë së bashku kemi kontribuar që prej siglave e dizajnit e deri te skenografia që e ka përgatitur Vesa Kraja bashkë me Zana Ramadanin, të gjithë janë prodhim i RTK-s. Përshëndesim gjitha. Kështu që tek Tepiu Kuq në edicionin e parë kanë qenë 3 moderator, 2 nga televizion, 1 nga radio. Në këto edicione nuk janë më nga radio, do të ketë edicioneve të ardhshme ne nga radio të jemi në Tepiun e Kuq. Ne për shkak të motit mund të bëjmë ndryshime sepse nuk e dim ende se çfarë moti do të mbajë jashtë.
nuk mund ta parashikojmë pasi ti e di çfarë modi do të jetë. Jo, po në TV-un e kuqa do të ketë moderatorë nga radio. Por aty tash 3 grupe janë, natyrisht edhe radio do të jetë, por në rast se kemi reshje shiu, ne duhet ta përzgjedhim njërin nga ekipet që të jetë në atë pjesën e mbyllur ku nuk do të pengohet edhe transmetimi Po flasim për nëntorin, pjesën javën e parë nuk e kam shiku për hir të vërtetës se si do të jetë modi sepse kjo ndikon, po kam përshtypjen që do të jetë edhe me shi, po si do të jetë ne jemi në sallën atje ku mbahet festivali. Po zakonisht nëntori është kështu me gradualisht po ndërtohet edhe me si tillë. Rilin sa është e vështirë me drejtu, me menaxhu një festival që mban mbi supe edhe historinë e vendit. Tash me fol për vështirësitë personale, din si ekipet. Ajo ndjenja si menaxhues, si drejtues. Është pak stresuese normalisht që duhet gjithçka të shkojnë në vijë, po ekipet e RTK-s, ekipet e radios, ekipet e media online, ekipet që i kemi nga brenda, këta profesionistë që i kemi shfrytzuar maksimalisht për ta bërë festivalin sa më të mirë. Këto ekipe e lehtësojnë jo vetëm atë që udhëheq, po i lehtësojnë punën edhe aty në performuesve që do t'i shohim shumë shpejt. A do të ketë emra të njohur, emra të mëdhej? Po, janë ftuar mysafir. Ne ende listën se kemi listën e kemi bërë publike tashmë, por RTK e ka pak kujdesshme këtë gjuhën e më të mirët. Edhe ne i konsiderojmë të gjithë njësoj, juria profesionale kami për zgjedhje më të mirët, po emra të njohur që kanë performu më herët i keni parë, janë publik. Tashmë ata e kanë përvojën pak më gjatë në skenë, por nuk do të thotë që të tjerët që e kanë për herë të parë mund të ndihen inferior ndaj tyre, sepse këngët që i kam dëgjuar edhe performuesit që i kam dëgjuar deri tash mendoj që kanë kapacitet të jashtëzakonshëm për ta sfiduar këdo që është edhe mbase shumë gjatë në skenë. Përndryshe, se minutat po kalojnë, festivalin e kemi përpara, një pjesë, një diçka që është shumë rëndësishme është ekipi i radios që bën një punë fantastike. Absolutisht, po, unë djej takova dhe janë, tashmë e kanë fituar përvojën e tyre, ka 2 festivale, do të ketë edhe në prapa skenës, do të jetë në backstage ekipi i radios që do të raportoj direkt, do të flas edhe me performuesit edhe me të tjerët. Një nga ato jam edhe unë, kështu që mezi po pres me qenë aty. Aty tashmë jemi duke e rregulluar skenën këtë herë backstage përpara, ju e dini që ka pas disa pengesa të vogla, të cilat na kanë shkaktuar probleme teknike. Këtë herë jemi duke u përpjek që të gjithë ata në backstage të dinë çfarë po ndodh para. Çfarë po ndodh në skenë, edhe do të jetë shumë e lehtë për të gjithë profesionistët që kemi. Se minutat shkon shumë shpejt. Rilin, nëse dash diçka më ashtu për fund. Unë ju falenderoj shumë, ju kam kolegë prej këtash 20 e sa vite u bën, edhe e dëgjoj emisionin e juve me shumë andje, ju kam kështu sa herë që ndodh këtu udhëtimet zyrtare, Radio Kosova është në kanalin tim të radios edhe ju dëshiroj suksese, edhe t'i ftojmë të gjithë së bashku, të gjithë ata adhurues të muzikës që të vinë të jenë pjesë e festivalit, edhe me ndonjë ide që mund ta kenë rreth punës ose organizimit aty, jemi të hapur për çdo këshill, shikuesit edhe dëgjuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Ju themi që të mos ndrojnë kanal, po të qëndrojnë me ne, sepse ne jemi televizioni publik, ne jemi radio publike dhe ne do t'ju qëndrojmë të gjitha kërkesave, halleve dhe dëshirave dhe ideve që kanë ata. Të gjitha kjo është festivali ynë, festivali i këngës shqipe. Faleminderit shumë. Jo rastisht është festival, domethënë fest, ne jemi të shku drejt asaj që është diçka e bukur, edhe të Prishtinës, në vendin ku kanë performuar të gjithë artistët më të mëdhenj që i kemi. Përkundër që është sallë e djegur, e kemi rikthy një sallë
në një fest për të gjithë Kosovën. Dhe kjo është edhe si simbolik është shumë e bukur, sepse kur e mendon pak edhe historikisht, kështu ndodhi edhe me Kosovën. Kështu ndodhi. është edhe një dëshmi. Dhe jeta vazhdoi. Njerëzit me ne më kujtohet me njerë mas lufte i vetmi qëllim ka qenë njerëzve ka qenë qysh me u rikthy sa më shpejt në vend. Në çat tokën e djegën. Është një Kështu dëshmi që edhe për të huajt se edhe ne Po. shqiptarët nga Kosova dim të organizojmë, kemi vlera, kemi E vërtet, kulturë Leo. dhe tradit, e cila një kohë për shkak të sundimit natyrisht që ka pauzu të themi, jo me dëshirën tonë, por ja që po rikthehet shumë fuqishëm edhe shumë bukur. Faleminderit Faleminderit shumë, shumë. suksese. Faleminderit. Atëherë ishim bashkë me drejtorin e televizionit dhe drejtorin e festivalit Rilin Gërvalla, kolegu Hakika, unë Laura Kreziu, këtu edhe po ju përshëndesim.